Ai Ibrahimi tha: "E ç'është puna juaj, o ju të dërguar?" Ata thanë: "Ne jemi të dërguar te një popull kriminal, që të hedhën mbi ta gur nga balta e pjekur. Gur të shënuar të Zotit yt për ata që i kaluan kufit në mëkate. Dhe kush ishte aty nga besimtarët, ne i nxorëm, i larguam. Po nuk gjetëm aty pos një shtëpie muslimane. Dhe ne kemi lënë aty shenjë dënimit të hidhur. Kemi lënë shenjë edhe në Musajin kur ne e dërguam te faraoni me fakte të forta. E ai me tërë anën fuqinë e vet i aktheu shpinën dhe tha: është magjistar ose është i çmendur. E ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det, dhe ai e bëri veten të jetë i sharr. Edhe në Adin kemi lënë shenjë ku ne lëshuam kundër tyre erën rënuese, e cila nuk lasen pa e shndruar në mbeturinë. Edhe Themudin kur atyre ju pat thënë, kënaquni deri në një kohë. E ata nga kryelartësia nuk respektuan urdhrin e Zotit të tyre, andaj i përfshiu me rufeja krism e ata e shihnin. Dhe nuk mundën as të ngriten e as të kundërvihen. Edhe popullin e Nuhut e dënuam që ishte më parë, ai ishte një popull i prishur. Ne me forcën tonë e ngritëm qiellin dhe ne zgjerojmë atë. Edhe tokën ne e kemi shtruar, sa shtrues të mirë jemi. Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull e femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit. Pra, ikni e mbështetnu te Allahu, unë prej tij jam një qortues i hapët. E mos i shoqëroni Allahut edhe ndonjë zot tjetër, edhe për këtë unë jam i dërguar prej tij që t'ju tërheq haptas i vërejtjen. Ja, ashtu pra, edhe atyre që ishin më parë nuk u erdhi dërguar e që nuk i thanë, është magjistar ose është i çmendur. A mos e porositën njëri tjetrin me këtë? Jo, por ata janë popull renegat. Andaj, ti largohu prej tyre, ti nuk je qoruar. Vazhdo me këshill, sepse këshilla besimtarëve u bën dobi. Unë nuk i krijova gjinët dhe njerëzit për tjetër, pos që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre ndonjë furnizim e as dëshiroj të më ushqejnë ata. Allahu është furnizues i madh, ai fuqiforti. S'ka dyshim se atyre që bën mizori u përket dënimi si pjesë e dënimit të shokëve të tyre, andaj të mos e kërkojnë shpejtimin e tij. Të mjerët ata që nuk besuan për atë ditën e tyre të premtuar. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha Turin dhe librin e shkruar në rreshta, në lëkur të shtrirë. Pasha shtëpin, qaben, e vizituar ose bejti mamurin në qiell, pasha kulmin e ngritur qiellin. Pasha detin e mbushur ose detin e ndezur flak në kiamet, është e vërtet se dënimi i Zotit tënd patjetër do të ndodhë. Atë nuk ka kush që mund ta largojë. Ditën kur qielli bën një tronditje të fortë dhe kodrat të shkulen nga vendjet e ecin. Atë ditë është mjerim i madh për gënjeshtarët, të cilët duan të zhytur në besime të kota. Ditën kur me rrëmbim shtyhen në zjarrin e xhehenemit. Ky është ai zjarri që ju e keni përgënjeshtruar. A mos është kjo ndonjë magji apo nuk po shihni, jeni verbuar siç u verbëruan në dynja. Hyni në të, për juve është njësoj, bët të durim ose nuk bët. Shpërbleheni me atë që me veprat tuaja e merituat. Ata të devotshmit janë në kopshten e begati, të kënaqur me atë që u dha Zoti i tyre dhe që ruajti Zoti i tyre nga vuajtja e xhehenemit. U thuhet, me të mirëhani e pini për atë që vepruat mirë. Ata janë të mbështetur në koltuk të renditur dhe ne u shoqëruam atyre hyri symëdha. E ata që vetë besuan, e edhe pasardhës të tyre ishin me besim, ne atyre do t'ua shoqërojmë pasardhës të tyre dhe asgjë nuk u pakësojmë nga veprat e tyre prindërve, se cili njeri është pengja asaj që ka punuar. Ne atyre ushtojmë të mirat me pemë e me mish që ata e dëshirojnë. Aty njëri tjetrit i asgjasim gotën, aty nuk ka fjalë të kota e as mëkat. Në mesin e tyre qarkullojnë shërbëtorët si të ishin margaritar të ruajtur. Dhe njëri tjetrit i qasen duke i pyetur për punët e tyre në dynja. Këta thonë,
Ne edhe kur ishim në familjet tona, ishim ata që friksoheshim. E Allahu na dhuroi të mira dhe na ruajti prej dënimit të errës, flakës, së nxehtë të zjarrit. Ne më parë ishim ndër ata që lutëm atë, e ai është bamirës mëshirues. Pra ti përkujto me Kur'an se me dhuntin e Zotit tënd ti nuk je as falltor, as i çmendur. E ata thonë, ai është poet, po presim kohën të zhduk. Thuaj, pritni se edhe unë do të pres me ju. A mendjet, iluzionet e tyre po ua urdhërojnë për këtë, apo ata janë popull renegat? A mos ata thonë, ai, Muhamedi, e threlloi, jo, por ata nuk besojnë. Pra, nëse ata janë drejt, le ta zgjedhin një ligjërim si ai. A mos u krijuan prej kurgjës, apo ata vetë janë krijues? A mos ata i krijuan qiejt e tokën? Jo, por ata nuk janë të bindur. A mos te ata janë depot e Zotit tënd, apo ata i mbizotërojnë? A mos kanë ata shkallë të larta që në to të përgjojnë, pra përgjuesit e tyre le të sjellin fakt të sigurt? A mos vajzat janë të ati, kurse djemt tuaj? A mos ti u kërkon atyre shpërblim, e ata janë të ngarkuar nga tagri? A mos te ata janë fshehësit e ata i shkruajnë? A mos po të kurdisin ndonjë kurth, po ata që nuk besuan bin vetë në kurth? A mos kanë ndonjë zot pos Allahut, i lartë është Allahu nga ai që ata i shoqërojnë? Edhe sikur ta shihnin që u bie nga qielli ndonjë copë, ata do të thoshin, është e re e dendur. Po ti liri ata derisa të ballafaqohen në ditën e tyre kur do të shtangen. Ditën kur dredhia e tyre nuk do të bëjë dobi asgjë e as do të ndihmohen. Është e vërtetë se ata që bën zullum kanë një dënim më të afërt se sa ai kiametit, por pjesa dërmuese e tyre nuk din. Ti bën durim në vendimin e Zotit tënd, se ti je në mbikëqyrjen tonë dhe kur të ngrihesh madhëroje me falenderimin Zotin tënd. Edhe gjatë natës adhuroje atë, si dhe kur yjet nuk duken më. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha yllin kur bie prej së larti poshtë. Shoku juaj, Muhamedi që ju e njihni, nuk ka humbur e as që ka devijuar nga e vërteta, dhe ai nuk flet nga dëshira e tij. Ai, Kurani, nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. Atë ja mësoi ai fuqiforti Gjibrili, që ka mendje precize dhe që u përqendrua në formën e vet reale, dhe ai Gjibrili ishte në horizontin e lartë nga lindja. Pastaj u lëshua dhe ju afrua. E ishte afër sa 2 harqe, 2 kut, apo edhe më afër. Dhe i shpalli robit të tij atë që ia shpalli. Zemra nuk mohoi atë që pa me sy. Apo i bëni polemik atij për atë që ka parë. Atë Gjibrilin e ka parë edhe herën tjetër. E ka parë tek Sidretul Munteha, që pranë saj është Xhenetul Meva, kopsht strehimi i. Atëherë kur sidrën e mbuloi çka e mbuloi, shikimi i Muhamedit as nuk kaloi e as nuk te kaloi. Ai Muhamedi vërtet pa disa nga shenjat më të mëdha të Zotit të vet. E ju a e shihni Latin me Uzan, dhe atë të tretin e të fundin me Natin, a kanë fuqi se Zoti i Muhamedit e ju i konsideroni zota? A mendoni se meshkujt janë tuajat e të atij femrat? Atëherë ajo është një ndarje pa drejtë. Ata që e adhuroni ju nuk janë tjetër vetëm se emra që ju dhe prindërit tuaj e emërtuat. Allahu nuk zbriti për ta ndonjë fakt, po ata idhujtarët nuk ndjekin tjetër vetëm se paragjykime dhe çka duan vet, megjithëse prej Zotit të tyre u pa të ardhur udhëzimi. A mos do t'i takoj njeriut ajo që ai dëshiron? Jo. E dihet se vetëm Allahut i takon sundimi, bota tjetër dhe kjo botë. E sa engjëj kanë në qiej e që ndërmjetësimi i tyre nuk bën dobi asgjë, vetëm pasi që Allahu të jap leje për atë që dëshiron dhe që është i kënaqur për të. Ata që nuk e besojnë jetën tjetër, ata engjëjt e emërtojnë me emra femrash. Ata nuk din asgjë për atë emërtim, ata nuk ndjekin tjetër vetëm paragjykime, e paragjykimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Andaj ti largohu prej atij që ja ka kthyer shpinën Kuranit dhe që nuk do tjetër vetëm jetën e dynjas.
Ajo është e tërë dituria që kanë arritur, e Zoti yt di është ai që di më së miri për atë që është larguar nga rruga e tij, dhe ai di më së miri për atë që është në rrugën e drejtë. Dhe vetëm të Allahut janë çka në qiell dhe në tokë, për të shpërblyer ata që bën keq me të keqen e tyre dhe për të shpërblyer ata që bën mirë me të mirën e tyre. Ata që largohen prej mëkateve të mëdha dhe prej punëve të ndyta, përpos ndonjë pune të imët, s'ka dyshim se Zoti yt është që gjerësisht përfshin me falje, se ai di më së miri për ju edhe para se t'ju krijoj, edhe kur filloi krijimin tuaj nga dheu, edhe kur ishte të fshehur në barqet e nënave tuaja, pra mos lavdëroni veten, se ai e di kush është më i ruajtur. A i ke par atë që u zmbrap prej fes, që dha pak e pastaj e ndërpreu? A mos është që tek ai ka njohuri për të fshehtën, çështjen e dënimit në ahiret, dhe ai po e ditka? Apo nuk është informuar me atë që është në fletushkat e Musait dhe të Ibrahimit, që gjithnjë i plotsoi obligimet, që në to shkruan se askush nuk e bart barën mëkatin e tjetrit, dhe se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo që ka punuar, dhe se mundi i tij më vonë ditën e gjykimit do të shihet. Pastaj ai shpërblehet me shpërblimin më të plot, dhe se kthimi i fundit do të jetë e Zoti yt, dhe se ai bën për të qesh dhe bën për të qarë, edhe se ai është që jep vdekje dhe jep jetë, gjallëri. Dhe ai është që krijoi llojet, mashkullin dhe femrën, nga pika e farët që hidhet, dhe se atij takon gjallja e tjetër, ringjallja në ahiret, dhe se ai është që pasuron dhe varfëron, dhe se ai është Zoti i Shiras, ylli polar që e adhuronin, dhe ai e shkatroi Adin e lashtë, edhe Themudin që prej tyre nuk mbeti më, edhe popullin e Nuhut më herët, vërtet ata ishin edhe më zullumqar dhe më renegat. Edhe Mutefikën, vendbanimin e popullit të Lutit, e lëshoi prej së larti, e i përfshiu ata ajo që i përfshiu. Pra cilës së mirë të Zotit tënd i ke dyshim? Ky Muhamedi është një qortues i llojit të qortuesve të parë. E afërta është afruar Kiameti. Po, a Allahut nuk ka kush që mund ta tregon atë, ta pengoj? A prej këtij ligjërimi Kurani po çuditeni? E po qeshni dhe nuk po qani? Madje edhe e zëni në asgjë. Pra, bini në sejdë për Allahun dhe adhuronije. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Momenti i katastrofës së përgjithshme është afruar, e hëna është qarë në dysh. Po ata i dhujtarët, edhe nëse shohin ndonjë argument mrekulli, zbrapsen e thonë, kjo është magji e vazhdueshme. Dhe përgënjeshtruan e ndoqën dëshirat e veta për çdo çështje arrin cakun e fundit. Atyre u patën ardhur aso lajmesh të popujve të lashtë, ku ka mjaft qortime për ata që kuptojnë. Urtësi e përsosur është Kurani, po sa bëjnë dobi qortimet. Pra, largohu prej tyre ditën kur thirrësi Israfili kumton një send të tmerrshëm. Dalin prej varreve e si karkaleca të shpërndar e me shikim të përulur, duke shpejtuar drejt atij që i theret, e jo besimtarët thonë, kjo është ditë e vështirë. Populli i Nuhut që ishte para tyre përgënjeshtroi dhe robin ton Nuhun e quajti rënacak dhe than, i marr dhe ju bë kërcënim. Ai i u drejtua Zotit të vet, unë jam i mundur, prandaj më ndihmo. Atëherë ne me një shi të vrullshëm i hapëm dyert e qiellit. Dhe ne tokën e zbërthyem në burime uji, kurse uji u bashkua siç ishte caktuar. E atë Nuhun e bartëm në anije drasash e shtyllash të gojzuara, që lundronte në mbikëqyrjen ton, i fundosëm si ndëshkim për atë Nuhun që ishte mohuar për buzur. Atë ngjarje ne e lam kujtim, po ka ndokush që merr mësim. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne Kuranin e bëm të lehtë për mësim, po ka ndokush që merr mësim. Adi përgënjeshtroi, e çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi? Atyre ne, një ditë fatkeqe të përjetshme, u lëshuam një erë të fortë. E ngriste njerëzit si të ishin trupa hurmash të shkullura. Dhe çfarë ishte ndëshkimi im dhe vërejtja ime?
Ne Kuranin e bëm të lehtë për të kuptuar, a ka ndokush që merr këshill. Themudi përgënjeshtroi të dërguarit. E tham, a të shkojmë pas një të vetmit njeri që doli nga mesi ynë, po ne atëherë do të jemi të humbur në një marrëzi. A ati nga mesi joni ju dha shpallja, jo, por ai është një gënjeshtar mendjemadh. Mirë po ata nesër do të kuptojnë se kush është gënjeshtari mendjemadhi. Ne atyre do t'ua dërgojmë deven si sprovë e tij vetëm vështro dhe bëndurim. Dhe lajmëroj ata se uji është i ndarë për ta veç e veç, secili do të paraqitet për të pirë ujë në rendin e vet. Po ata e ftuan shokun e vet, e ai mori dhe e theri atë. E çfarë ishte ndëshkimi im dhe kërcënimi im? Ne lëshuam kundër tyre një ushtim, e ata u bën si shtroj vathi, beturin e ushqimit të kafshëve që ushtohet. Ne Kuranin e bëm të lehtë për këshill, po ka ndokush që merr mësim. Populli Lutit i përgënjeshtroi vërejtjet e pejgamberit të vet. Ne atyre përveç familjes së Lutit, të cilën e shpëtuam para se të agonte, u lëshuam një erë që solli gur mbi ta. Shpëtimi ishte një mirësi nga ana jon, ashtu ne shpërblem ata që falendrohen. Ai Luti u patërhequ vërejtjen atyre për dënimin ton të rënd, por ata dyshuan në ato kërcënime. Ata deshën t'u afrohen mysafirëve të tij, ne u averbëruam syt atyre, pra përjetonin dëshkimin tim dhe qortimet e mia. E atyre në një mëngjes të hershëm u erdhi dënimi i përhershëm. Pra vuani e dënimin tim dhe qortimin tim. Ne Kuranin e bëm të lehtë për të studiuar, a ka ndokush që merr përvojë nga ai. Edhe rrethit të faraonit i patën ardhur shumë vërejtje. Ata i përgënjeshtruan të gjitha argumentet tona, prandaj ne i dënuam ashtu siç është dënimi i një ngallnyesi i një fuqiploti. Ajo besimtarët tuaj janë më të vlefshëm se ata që u përmendën, apo ju keni ndonjë kontratë në librat e qiellit? A mos po thonë, ne jemi një grup ngallnyes tokë të bashkuar. Grupi do të pësojë disfat dhe ata do të kthehen prapa. Por jo, afati i tyre është kiameti, e kiameti është edhe më i vështirë, edhe më i hidhur. S'ka dyshim se idhujtarët kriminal janë edhe në një huti edhe në zjarr të madh. Ditën kur me fytyrat e tyre do të tërhiqen zvarr në zjarr, vuani e dënimin Sekar, emër i një xhehenemi. Ne çdo sen kemi krijuar me mas të caktuar. Puna jon në krijim është e shpejtë sa qel e mshel syt. Ne, ata që ishin si ju, i shkatruam, a ka ndokush që merr mësim. Dhe çdo gjë që ata e punuan gjendet e shkruar në shënime. Dhe çdo vepër, qoftë e vogël dhe qoftë e madhe, është radhitur, evidentuar në Lehvi Mahfudh. Është e vërtet se të devotshmit do të jenë në xhenete e në lumenj. Në një vend të kënaqshëm te sunduesi i plot fuqishëm te Allahu. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Rahmani, mëshiruesi, Zoti ynë. Ai i mësoi Kur'anin. E krijoi njeriun. I mësoi atij të folurit, të shprehurit, të shqiptuarit. Diell dhe hëna udhtojnë sipas një përcaktimi të saktë. Edhe yjet edhe bimet i bëjnë për ulje dëshirës së Rahmanit. Ai e ngriti edhe qiellin dhe ai vuri drejtësinë. Që të mos kaloni kufirin në drejtësi. Edhe ju mbani me drejtësi peshojën e mos leni mangu në peshoj. Ai edhe tokën e bëri të shtrirë për krijesat. Në të ka pemë të lloj-llojta, ka dhe hurma me shporta të mbështjella. Edhe driti me kashtën e tij edhe bimët aromatike ose ushqyese. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, ju o njerëz dhe ju o gjin. Ai e krijoi njeriu nga balta e terur si en balte e pjekur. Dhe ai krijoi gjinën nga flaka pa tym e zjarrit. E cilën begati të Zotit tuaj e mohoni. Zoti dy lindjeve dhe Zoti dy perëndimeve. E cilën të mirë të Zotit tuaj e mohoni. Ai e lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. Ndërmjet atyre të dyve është një penguas që ata të dy nuk ka përcejnë. E cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni.
Prej atyre të dyve nxiren margaritare diamant. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Dhe të atij janë anijet lundruese të ngritura lart si kodra në det. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Çdo gjë që është në të, në tokë është dukur. Do të mbetet vetëm Zoti yt që është i madhëruar e i nderuar. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ai mbetet, atij drejtohet me lutje kush është në qiejin e tokë, dhe ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja, fal mëkate, largon brengosje, jep jetë, jep vdekje, krijon gjendje, zhduk të tjera e tjera. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ne do të merremi me llogarin për ju, o ju dy të rëndësishmit, njerëz dhe gjinë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni ju? O turme gjinëve dhe njerëzve, nëse keni mundësi të dini për te kufive të qiejve të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë, por ju nuk e keni atë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Juve dy grumbujve u derdhet përmbi flak zjarri dhe do t'u derdhen rremi shkrir e nuk do të keni mundësi të mbroheni. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Kur të qahet qielli e bëhet kuq si vaj i shkrir. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Atë ditë nuk pyetet për mëkatin e tij as njeriu as gjini. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Kriminalët njihen me tiparet e tyre, andaj me rëmbim kapen për flokët dhe për këmbët e tyre. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ja, ky është xhehenemi të cilin kriminalët e mohonin. Ata do të sillen vërdall ndërmjet atij, zjarrit dhe ujit të val deri në kulminacion. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Për atë që i pat frikë paraqitjes para Zotit të vet, janë dy xhenete. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Xhenete plot deg me gjethe e pemë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në ata të dy janë dy kroje që rrjedhin. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Në ata të dy, prej të gjitha pemëve ka nga dy lloje. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Të mbështetur në koltuk që i kanë mbulesat e kadifes dhe pemët atyre dy xheneteve janë krejt afër. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë ato që përqendrojnë shikimet e tyre vetëm në burrat e vet, e që nuk i ka prekur kush para tyre, as njerëz as gjin. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato janë si gjevahire e diamanti të kuqërremta në të bardhë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? A mund të jetë shpërblimi i veprës së mirë diç tjetër poshtë të së mirës? Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Nën ato dy xhenete janë edhe dy xhenete. Po cilën të mirë nga të Zotit tuaj po e mohoni? Nga gjelbrimi i shumt duken të mbyllura në të zi. Cilën nga të mirat e Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë dy burime që gjithnjë gurgullojnë. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty në ata të dy ka hurma dhe sheg. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty janë ato gra të ndershme të bekuara. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato janë hyri që e kufizojnë ndejen vetëm në shtëpinë tënde. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Ato nuk i ka prekur kush para tyre, as njeriu, as ngjini. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? Aty rinë të mbështetura në mbështetëse të gjelbra e shtroja të bukura. Cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni? I lartësuar është emri i Zotit tënd, të madhëruar e të nderuar. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Kur të ngjajë ndodhia, kiameti, realitetin e asaj ndodhie nuk ka kush që do ta përgënjeshtrojë. Ajo është që rrezon, është që ngrit lart. Ajo ndodh kur toka tundet me dridhjet e forta.
e kodrat shka përderdhen e bëhen copë e thërmi. E bëhen pluhur i shpërndar. Dhe ju të ndani në 3 grupe. E ata të djathtit, kush janë ata të djathtit se? Po të majtit, kush janë ata të majtit? Dërsa të përparmit janë të dalluar, janë në ball. Ata pra janë më të afruarit te Zoti. Janë në xhenetet e begatshme. Ata janë shumë prej popujve të hershmëve. E janë pak prej të mëvonshmëve. Janë në shtretër të qëndrisur me arë, të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. Atyre u shërben djalmosha të gjithmonshëm, me gastare, me ibrik dhe me gota të mbushura plot prej burimit. Prej së cilës pije vere, as nuk u dhem koka, as nuk dehen. Edhe pemë sipas dëshirës së tyre. Edhe mish shpezësh, cilin ta duan. Dhe gratë e tyre janë hyri symëlla, si të ishim i ngjit të ruajtura. Shpërblim për atë që ata punuan. Aty nuk dëgjojnë fjalë të këqija as që janë mëkat. Vetëm thënie selam pas selami. E përsa u përket atyre të djathtëve, çka është gjendja e të djathtëve? Janë në ndrujt të pemëve të pathera, pa gjemba, të bananeve me fruta pal-pal, në nhije të përhershme, pranë ujit rrjedhës, edhe ndër pemë shumë llojesh, që as nuk ndërprehen, as nuk janë të ndaluara. Edhe shtretet të lartë ose gra të larta. Ne i kemi krijuar ato në krijim të ri, formë të re. Dhe ato i kemi bërë virgjëresha, të dashuruara për burrat e vet të një moshe. Ato janë për ata të djathtët. Të djathtët janë shumë nga të parët të hershmit. Janë shumë nga më të vonshmit. E të majtit, ç'është puna e të majtëve? Janë në vaftë të zjarit dhe ujë të val, dhe në rërsin nga tymi, as e freskët e as e këndshme. Ata përpara kësaj kanë qenë të dhënë pas komoditetit, qejfeve. Dhe ata ishin vazhdimisht në mëkatin e madh. Dhe ishin që thonin, a pasi të vdesim të bëhemi dhe e eshtra të kalbur, një mend do të ringjallemi. A dhe prindërit tanë të hershëm, thuaj edhe të parët edhe të fundit. Kemi për të tubuar në një ditë të caktuar. Pastaj ju o të humbur e gënjeshtar. Keni për të ngrënë prej pemës zekum. Prej saj keni për t'i mbushur barqet. E me njëherë pas do të pini prej ujit të vluar. Do të pini si deveja e etshme. Kjo është mirë se ardhja e tyre ditën e gjykimit. Ne u kemi krijuar juve e përse nuk pranoni ringjalljen. A më tregoni për farën që e derdhni? A ju e krijoni atë apo ne jemi që e krijojmë? Ne kemi caktuar dhe barazuar ndërmjet jush vdekjen dhe ne nuk ka kush që mund të na pengoj. Që t'ju zëvendësojmë me të tjerë si ju dhe t'ju krijojmë rishtazi siç nuk dini ju. Ju e keni të njohur zanafillën e parë e përse nuk mendoni? A nuk e shikni atë që e mbillni? A ju e bëni të mbi ajo apo ne e bëjmë të mbi? Sikur ne të dëshironim, do të bënim atë të thyer, të shkatruar, e ju do të mbeteshit gjithmonë të habitur, duke thënë. S'ka dyshim se ne mbetëm të dëmtuar. Po jo, ne mbetëm pa të varfruar. A e shihni ujin që po e pini? A ju e lëshoni atë prej rreve, apo ne jemi që e lëshojmë? Sikur ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falendroni? A e keni parë zjarrin që ju e ndizni? A ju krijua drurin e tij, apo ne jemi krijues? Ne e bëm atë si për kujtim për zjarrin e xhehenemit dhe të nevojshëm për ata në vende të pabanuara në shkretëtir. Pra, ti lartësoj emrin e Zotit tënd të madh. Betoam në shuarjen perëndimin e yjeve. E ai është betimi i madh, sikur ta dini.
se me të vërtet ai është Kurani i famshëm. Është në një libër të ruajtur. Atë nuk e prek kush, vetëm të pastrit me laiket. Është i zbritur prej Zotit të botëve. Ndaj këtij ligjërimi, Kurani, ju jeni të lohatshëm, të pavendosur. Dhe falenderimin për furnizimin tuaj, ju jeni që e gënjeni. Përse, pra, kur arrin shpirti në fyt, e ju në atë moment shikoni se ç'po i ngjet. E ne jemi më afër tek ai se ju, por ju nuk shihni. Dhe përse nëse ju nuk jeni përgjegjës për vepra, përse nuk e ktheni atë shpirtin të mosdal? E nëse ai i vdekuri është prej të afërmve të Zotit, ai ka te Zoti kënaqësi, furnizim të mirë dhe xhenet të begatshëm. Po në qoftë se është nga të djalltët, pra ty të qoftë selam prej të djalltëve, i thuhet. E në qoftë se është prej gënjeshtarëve të humbur, mirëseardhja e tyre është pritje me ujë të val, dhe djegje nga zjarri i xhehenemit. E s'ka dyshim se kjo është ajo e vërteta e sigurt. Pra ti lartëso Zotin tënd të madhëruar. Me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahun e lartësoj me adhurim çka në qiejin e tokë, dhe ai është i gjithfuqishëm i urti. I tij është pushteti në qiejin e tokë, ai jep jetë dhe ai jep vdekje dhe ai ka fuqi për çdo send. Ai është i parit që s'ka fillim dhe i fundit që s'ka mbarim, i dukshmi dhe i padukshmi, dhe ai është më i dijshmi për çdo gjë. Ai është që krijoi qiellin dhe tokën vetëm për 6 ditë, pastaj mbysundoi arshin. Ai e di çka futet në tokë dhe çka del prej saj, çka zbret nga qielli dhe çka ngritet në të, dhe ai është me ju kudo që të jeni. Allahu është përcjellës e asaj që punoni. Vetëm i tij është sundimi i qiejve dhe i tokës, dhe vetëm tek Allahu kthehen të gjitha çështjet. Ai e ngërthen e zgjaton natën në ditë dhe e ngërthen zgjaton ditën në natë, dhe ai është që i di të fshehta dhe gjoksa. Besoni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe jepni nga ajo që ai u bëri trashëgues në të, se ata që besuan prej jush dhan për hir të Allahut, ata kanë shpërblim të madh. Ç'keni ju që nuk i besoni Allahut, kur i dërguari i tij ju thret ti besoni Zotit tuaj, nëse jeni besimtar o sot o kurr. Ai robit të vet i shpall argumente të qarta për t'i u nxjerr juve prej errësirave në dritë, e s'ka dyshim se Allahu është i butë e i mëshirshëm ndaj jush. E ç'keni ju që nuk jepni për në rrugën e Allahut, kur dihet se Allahu i mbesin trashëgim qiejt e tokë? Nuk janë të barabartë për jush ata që dhanë nga pasuria e tyre dhe luftuan para shlirimit, sepse të tillët kanë vlerë më të madhe nga ata që dhanë dhe luftuan pas. Por të gjithëve Allahu u premtoi të mirat. Allahu di çka punoni. Kush është ai që i huazon Allahut një hua të mirë, e që ai t'ia shumë fishoj atë dhe ai ka një shpërblim të mirë. Përkujto ditën kur i sheh besimtarët dhe besimtarët që drita e tyre flakëron para tyre dhe në të djathtë të tyre. U thuhet, myshde e juaj sot janë xhenetet nën të cilat rrjedhin lumenj, aty do të jeni përgjithmonë. E ajo është fitore e madhe. Ditën kur hipokritët dhe hipokritet atyre që u besuan u thanë, na pritni ose na shikoni të ndriçohemi prej dritës suaj. U thuhet, ktheuni prapa jush në dynja e kërkoni ndonjë dritë. Atëherë vihet ndërmjet tyre një farmuri që ka një derë, e brendia e tij është mëshirë, xheneti, e ana e jashtme e tij është dënimi, zjarri. Hipokritët e mbetur në errësirë i thrasin ata besimtarët, a nuk kemi qenë edhe ne së bashku me ju? Besimtarët përgjigjen, po, por ju e shkatruat veten me hipokrizi, ju prisnit kop të zi për besimtarët, ju dyshonit në çështjet e fesë dhe ju mashtruan shpresat e kota deri kur ju erdhi caktimi i Allahut, vdekja, dhe ashtu përkitazi me Allahun mashtruesi ju mashtroi. E sot për jush nuk pranohet ndonjë kompensim e as për atyre që nuk besuan, vendi juaj është zjarri, ai është ndihma juaj, sa përfundimi i keq është ai. A nuk është koha që zemrat e atyre që besuan të zbuten me këshillat e Allahut dhe me atë të vërtetën që zbriti me Kur'an, e të mos bëhen si ata, të cilëve u është dhënë libri më parë, e zgjati koha dhe zemrat e tyre u shtangën, e shumë prej tyre janë jashtë rrugës. Dini se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne u kemi sqaruar argumentet ashtu që të kuptoni. S'ka dyshim se ata që japin lëmosh, sadaka,
dhe që sinqerisht japin për hir të Allahut, atyre u shumëfishohet dhe ata kanë shpërblim të madh. Ata që besuan Allahun dhe të dërguarin e tij, ata janë të sinqertit dhe dëshmorët tek Zoti i tyre, ata kanë shpërblimin e vet dhe dritën e vet, ndërsa ata që e mohuan dhe përgënjeshtruan faktet tona, ata janë banues të xhehenemit. Ju njerëz, dini se jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se lojë, kalim kohë në argëtim, stoli krenari mes jush dhe përpjekjen në shtimin e pasurisë dhe të fëmijëve, e që është si shembull i një shiu prej të cilit bima i habit bujqit, e pastaj ajo thahet dhe e sheh atë të verdh, mandej bëhet të thyer e llomitur, e në botën tjetër është dënimi i rënd, por edhe falje mëkatësh dhe dhurimi kënaqësisë nga Allahu. Pra jeta e kësaj bote nuk është tjetër vetëm se përjetim mashtrues. Shpejtoni në atë që fitoni falje prej Zotit tuaj dhe xhenetit, që gjërësia e tij është si gjërësia e qiellit e tokës, i përgatitur për ata që i besuan Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është dhuntia e Allahut që ja jep kujt të doj, e Allahu është dhuruesi i madh. Nuk ndodh asnjë fatkeqësi në tokë e as në trupin tuaj, e që të mos jetë në shënime, libër, lehmi mahfull, para se të ngjajë ajo, e kjo për Allahun është lehtë. Ashtu që të mos dëshpëroni tepër për atë që u ka kaluar, e as të mos gëzoni tepër me atë që ai u ka dhënë, pse Allahu nuk e do asnjë arrogant që u lavdërohet të tjerëve, të cilët vetë bëjnë kooperaci dhe me kooperaci këshillojnë njerëzit, e kush largohet prej dhënies, le ta di se Allahu është i begatshëm, i lavdishëm. Ne i dërguam të dërguarit ton me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmbajnë njerëzit të së drejtës. Ne i kemi zbritur edhe hekurin që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, e edhe për të ditur tek Allahu se kush ndihmon atë rrugën e tij dhe të dërguarin e tij, duke i besuar të fshehtës. S'ka dyshim se Allahu është i fuqishëm bizotrues. Ne Nuhun dhe Ibrahimin i zgjodhëm të dërguar, e pasardhësve të tyre dyve u dhan pejgamberllëkun dhe librin, e disa prej tyre i udhëzuan në rrugë të drejtë, po shumë prej tyre mbetën jashtë rrugës. Pastaj vazhduan pas tyre me të dërguarit tan, e pas tyre dërguam Isain të birin e Merjemës dhe atij i dham Injilin, e në zemrat e udhëtarëve të tij dhuruam butësi e mëshirë, ndërsa murgësin ata vetë shpikën. Në atë nuk u bëm obligim atyre, mirëpo edhe pse kishin për qëllim me të vetëm të arrijnë kënaqësinë e Allahut, ata nuk i u përmbajtën asaj si duhet përmbajtur. Prandaj atyre që besuan, ne u dham shpërblimin e tyre, po shumica e tyre janë mëkatar, jo besimtar. O ju që keni besuar, kini e frikë Allahun dhe vazhdoni me besimin ndaj të dërguarit të tij, se ai ju jep dy fish nga mëshira e tij, ju dhuron dritë që esni me të, ju fal mëkatet tuaja, Allahu është mëkatfalës mëshirues. Le ta dinë udhëtarët e librit se ata nuk kanë asgjë në dorë nga mirësia e Allahut dhe se e gjithë e mira, pejgamberllëku, shpallja është në dorë të Allahut, ai i ja jep kujt të doj. Allahu është dhuruesi i madh.